Përshëndetje nga Prishtina, diku ka lagja spitalit ku do bëhet lidhja e rrugës A me rrugën B. Ka pas ndërtime në kohë të Jugosllavisë, një kohë janë ndërtu lagjet Ulpiana me ndërtesa Dardania, Bregu i Diellit. Mirë po tash ka shumë ma shumë zhvillim ekonomik, çdo ku ki ndërtim. Edhe çdo ditë po shiten. Sa bukur. Jemi muajin tetor, puna nuk dalet. Po levic te plepat. Edhe këndej ka ndërtime, kjo të lidh të gjykata, pastaj vazhdon për Hajvali, anën e djathtë është lagja amerikane. Prishtina re është ka bartët, ka pjesa e Badovsit, domethënë, kush ka parë me blen këtë pjesë, ja hajrin të armën. Ky është ndërtimi Begjet Pacollit, shikoni çfarë ndërtimi gjigant. Edhe i shet flok. Këto ndërtime gjitha anët edhe asnjë nuk po mbet pashit. Ble mërgjimtarët, ble vendorët. Siç po shikoni ndërtime çdo ku, tash erdha te një shok. Ka ble banesën tu, një euro, me po. Po gjykatës, domethënë Prishtina vazhdon ka kjo pjesë më zhvillu. Kush ka parë me ble, në të armën e shet mashtrajt. Duke u punu me të madhe. Po, se dhe qërë armaturët. 2 vjetë e gjysë në Zvicër kom punu. Veç armaturë. Shokën klatë në katin e 8, tash marrë pamjen nga kati 8. A ka kështi liftin funksionat duhet në këmbi nga? Kjo ka jo pjesa tjetër, që? Kjo bojnë e pasin njavë. Dhe gjykata. Gjithë Prishtina do të shkon ka jo pjesa ndej, ka badot. Bot. Shikoni, tash, shkojnë në katin e 10. Tash i pëmblirë, domethënë, ndërtimet janë sot si në Evropë, nuk dallojnë, s'ka ndallim asgjë. Janë ndërtime kualitative, jo si pas luftës kur kanë filluar shkele shko. Sot janë me standarde evropiane. Një dhamë që sa bukur. Vazhdojnë këndej, janë 2 dhama. Salon. Banja mbale. Dhamë me banja, për fëmijë domethënë. Tesha për jaftu edhe një dhamë tjetër. Dhe sopa ta po jupin kran, e s'pi mirën mend. Kati 10. Teknik hebaz. Jo pjesa tjetër. Pëston u shkatru Kosovë. Shkatrim pjës duket kyja, qëfar ndërtime farë. Ndërtime me standard bashkohore.